lajmi themun në këtë rast ishte që u duk sikur Irani e qau këtë aerodomin, pra të më thënë këtë mburojnë e pa depërtueshme izraelite, për herë të parë u pa që kishte vulnerabilitet, pra ishte një mburoj e cila u saturua nga sulmet, pa u loth nga sulmet me dronët ishin për të çoroditur forcat kundërore të izraelite dhe pam botërisht që shumë nga këto raketat hipersonike goditën Izraelin, ka goditur edhe po themi selin e Mossadit, kanë goditur dhe banesat civile sigurisht, pra të më thënë, për e parë ndoshta Izraeli e pa vetën të goditshëm, mendoj që ishte i pathyeshëm. Është ky një trik, pra është një legjend, apo është kjo një dëm kolateral i përllogaritur? Fakti që programi raketor apo programi balistik i Iranit është shumë i përparuar, kjo është pranuar edhe nga izraelitët vetë, dhe është pranuar më përpara bile në letrën që presidenti Trump i dërgoi Ayatollahut për fillimin asaj periudhës 2 mujore për bisedime për mbylljen e marrëveshjes për pasurimin, marrëveshjes bërthamore. Në kundërpërgjigje apo në një informacion publik që dha Ayatollahu, tha që ata synojnë të na kufizojnë edhe programin raketor. Pra, nuk e përmendi fare programin, sepse ata pranojnë, kyt paktën pranojnë që nuk ka program, nuk ka synim prodhimin e bombës bërthamore, por pika e dobët ishte programi mos na kufizojnë në programin raketor. Pra, ata kanë një program të zhvilluar. Plus asaj një farë kolidimi të këtij programi raketor, ata e bën edhe në dy sulmet e fundit që bën para disa muajsh, domethënë ato lojën luftash që bën, se ajo është si një lojë luftash, kurse tashmë është luftë e vërtetë, domethënë. Megjithse nga ana procedurale, po themi, asnjëri shtet nuk i ka shpall luftë tjetrit. Janë të dy në luftë, po asnjëri s'ka shpall luftë zyrtarisht. Të shpall luftë, domethënë, mblidhet një institucion. Po, mblidhet një institucion vendimarrës i Izraelit apo një institucion vendimarrës i ata që kanë për kompetencë me shpall luftën, asnjëra nuk ka shpall luftë. Domethënë, ndiqet ky stili i operacionit special. Pra, në standardin teorik... Ka dështuar Iron Dome, apo jo, përgjigje direkte? Në standardin teorik, Iron Dome garanton deri 92%. Jo 100%. Është standard. Pra është kjo 8% që thua ti që ka... Kjo është më shumë se sa 8% me sa duket tash, po 8% që na e pranon. Po të vini 100 raketa dhe 8 raketa të shkojnë në destinacion është goditje e madhe për Izraelin. E cila ishte mësuar që ti mbulon të gjitha. Ajo është një sfidë që ti kur sulmon, do ta llogaritësh. Ata kanë marrë, por nuk mendonin që ata mendonin që po i neutralizojnë, siç duket, të gjithë kapacitetet, po i nxjerrin jashtë funksioni dhe ka këndon lajme që kemi goditur bazat e raketave, po ke parasysh nuk avantazhin fillim e ka ai që bën sulmin, e ka avantazhin apo surprizën e ka ai, po kjo nuk do thotë që vazhdon gjatë kjo, sepse pala tjetër përgatitet dhe